Mjekët japin urdhër, nëse pini 2 kafe në ditë, duhet ta lexoni këtë me patjetër. Kafeja është një nga pijet që të gjithë e konsiderojnë se është fantastike, e shijshme dhe e shëndetshme, por në rast se nuk e dini, për fat të keq, mund të jetë shumë e dëmshme për shëndetin tuaj. Kjo pije e njohur gjithashtu mund të japë përfitime të shumta shëndetësore, sepse është e lartë në antioksidant dhe mundet që të ofrojë përfitime më të mira të shëndetit dhe mund të zvogëlojë riskun e problemeve të shumta. Megjithatë, nëse pini 2 filxhan kafe në ditë, dëgjojeni me vëmendje këtë video deri në fund për të kuptuar rolin e kafes dhe kafeinës dhe çfarë mund të shkaktojë ajo në shëndetin tuaj nëse e përdorni në mënyrë të gabuar dhe para gjumit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video do të tregojmë avantazhet dhe dizavantazhet e kësaj pije. Së pari, kjo pije është e pasur me lëndë ushqyese esenciale dhe antioksidant. Vetëm një filxhan me kafe përmban edhe këto vlera. 3% të vlerave ditore të manganit, 3% të kaliumit, 11% të vitaminës B12, gjithashtu B2, B1, magnez, vitamin B3, fosfor, 1% të vlerës ditore, vitamin B5, 6% të vlerës ditore dhe 1% të vlerës ditore të folatit. Këto shumë mund të duken të parëndësishme, por nëse i shumëzoni ato me numrin e kupave të kafes që pini rregullisht gjatë ditës, kjo është në fakt një pjesë e mirë e marrjes së saj në përditshmërinë tuaj, kryesisht të lëndëve ushqyese mjaft të rëndësishme në favor të organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vetitë pozitive të kafes janë në numri i antioksidantëve që ato përmbajnë. Për shembull, kafeja ofron shumë antioksidant për një person që ha një dietë tipike perëndimore, sesa frutat ose perimet e tjera së bashku. Ato mund të jenë gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj, për sa kohë e pini brenda nevojës së duhur trupore. Një filxhan përmban nga 30 deri në 300 mg kafein dhe filxhani mesatar është nga 90 deri në 100 mg. Kafeina është një stimuluese shumë e mirë e shëndetit tuaj për sa kohë që nuk e teproni me pirjen e saj. Kështu ndikimi i saj në organizëm do të jetë më i plot, më i shëndetshëm dhe gjithashtu pa efekte anësore. Kafeja gjatë ditës mund të parandalojë lodhjen dhe të rrisë vigjilencën tonë. Sipas sondazheve të ndryshme, kafeina çon në rritjen e afatshkurtër të funksioneve të trurit, që do të thotë se do të keni një përmirësim të kohës së reagimit, humor, vigjilencë, si dhe funksioneve të tjera të njohjes. Por teprimi me kafen mund të kthehet në një efekt të vërtetë dhe të rëndë për shëndetin tuaj. Ekspertët këshillojnë të mos pini më shumë se 3 filxhan kafe në ditë. Kjo, e përllogaritur gjithashtu edhe në bazë të shëndetit, mund të jetë e pasur me vlera të larta për organizmin. Kafeina është gjëja e parë që na vjen ndërmend kur përmendim kafen, por ajo përmban të gjitha antioksidantët dhe substancat e tjera aktive që mund të reduktojnë inflamacionet e brendshme dhe të mbrojnë nga komplikacionet. Por cilat janë disa nga efektet pozitive të pirjes së kafes në organizmin tuaj? Sipas Brightside do të rendisim në këtë video disa nga vlerat kryesore të kafes, të cilat do t'japin përfitime mjaft të mira në dobi të shëndetit. Studimet e kohëve të fundit kanë zbuluar se konsumatorët e kafes kanë më pak gjasa të humbasin jetën nga disa shkaqe kryesore, siç është për shembull edhe sëmundjet koronare të zemrës, goditja në trut, diabeti dhe sëmundjet e veshkave, krahasuar me ata persona që nuk e konsumojnë kafen, por kjo nuk do të thotë se ju duhet ta teproni me pirjen e saj. Trupi juaj mund të përpunojë glukozën ose sheqerin më mirë me pirjen e kafes. Kjo është një teori pas studimeve të nxjerra nga njerëzit që pinë më shumë kafe kanë më pak gjasa të preken nga diabeti tipi 2, por kjo varet gjithashtu edhe nga faktorët e tjerë ndikues. Ka më pak mundësi të zhvillojnë insuficiencë kardiake. Pirja e 1 deri në 2 filxhan kafe në ditë mund të ndihmojë të ruheni nga insuficienca kardiake, kur një zemër dobësuar ka vështirësi të pompojë mjaftueshëm gjak në trupin tuaj. Ka më pak mundësi që të prekeni nga sëmundja e Parkinsonit. Kafeina jo vetëm që lidhet me një shans më të ulët për të zhvilluar sëmundjen e Parkinsonit, por mund të ndihmojë gjithashtu edhe ata persona të cilët janë të prekur edhe që të vuajnë nga këto komplikacione. Përfshirja e kafes në dietën tuaj duhet të jetë brenda normës së lejuar dhe pa përmbajtje të aditive të tjerë, të cilët mund të ndikojnë negativisht
edhe në shumë procese të shëndetit tuaj. Kafeina jo vetëm që lidhet me shanset më të ulta të zhvillimit të problemeve të Parkinsonit, por mund të ndihmojë gjithashtu edhe persona të cilët kanë edhe komplikacione të tyre, për sa kohë nuk teprohet me konsumin e saj. Mëlçia juaj do ju falenderoj me përfshirjen e kafes në dietën tuaj. Si kafeja dekafeinuar dhe ajo e zakonshme mund të kenë efekte pozitive në shëndetin e mëlçisë, përsa kohë nuk teprohet dhe konsumohet ashtu si duhet brenda normës së lejuar. Gjithashtu ekspertët tregojnë se përfshirja e kafes në dietën tuaj do t'i japë përfitime mbreslënse ushqyese në dobi të organizmit dhe gjithashtu mund të lehtësojë komplikacionet e tyre. Sigurohuni të konsumoni kafen sa më natyrale në dietën tuaj dhe gjithashtu mëlçia do të marrë përfitimet e saj ushqyese. Gjithashtu ekspertët sipas Healthline tregojnë se përfshirja e kafes brenda normës lejuar mund të kthehet në një element pozitiv ushqyes në dobi të shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e problemeve të tyre. Gjithashtu, kafeja mund të zvogëlojë riskun e disa llojeve të komplikacioneve. Sipas një studimi të publikuar në revistën mjekësore britanike BMJ, kafeja përmban më shumë se 1000 substanca, shumë prej të cilave kanë veti të forta antiinflamatore. Ajo redukton në riskun e zhvillimit të problemeve të Alzheimerit. Kafeja përmban një sasi të madhe të kafeinës e cila ndikon në funksionet të trurit. Njerëzit që vuajnë nga humbja e kujtesës duket se kanë nivele të ulta të kafeinës në gjakun e tyre, por edhe për pasojat ato mund të preken nga demenca me kalimin e viteve. Kafeja mund të zvogëlojë riskun e prekjes nga problemet e Parkinsonit. Parkinsoni është një sëmundje kronike, e cila mund të prek sistemin nervor qendror dhe të karakterizohet nga dridhje të trupit. Studimet kanë treguar se kafeja, përveç se ka efekte neuroprotektive gjatë zhvillimit të sëmundjeve të Parkinsonit, gjithashtu mund të ndihmojë me simptomat fizike në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Parandalon dëmtimet e ADN-s. Pirja e kafes mund të parandalojë dëmtimin e ADN-s si dhe të ulë riskun për të prekur nga sëmundje të ndryshme. Kafeja mund të mbrojë shëndetin tuaj të zemrës. Për shumë kohë është rekomanduar se personat që kanë ritme jo normale të zemrës duhet të shmangin kafeinën, pasi rrit riskun e sulmeve në zemër dhe goditje në tru. Por në një ullumtim të vitit 2018 tregoi se pirja e kafes mund të zvogëlojë frekuencën e fibrilacionit arterial deri në 13%. Duket se personat që pinë kafe kanë 19% më pak shanse të humbasin jetën nga sëmundje të ndryshme kardiovaskulare, gjithashtu edhe me 30% mundësi që të preken nga goditja në tru. Sigurisht përfshirja e kafes në dietën tuaj brenda normës mund të jetë pozitive, por ka edhe anën e saj të errët. Sipas Healthline, nëse teproni me pirjen e kafes, do të filloni të ndjeni këto ndryshime. Kafeja e tepërt mund të bëjë që të dëgjoni zëra që nuk ekzistojnë. Sipas një studimi të Universitetit të Melbourne-it, kafeja është një lloj substance psikoaktive. Nëse pini më shumë se 5 filxhan mund të dëgjoni zëra që në fakt nuk ekzistojnë. Kafeja e tepërt mund të dëmtojë gjithashtu shëndetin tuaj të mëlçisë. Sipas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease në Shtetet e Bashkuara, dozat e vogla të kafes ndihmojnë në trupin të detoksifikohet, por sasitë e mëdha të saj mund të kenë pasoja të kundërta dhe të dëmtojnë në mëlçinë. Kafeja e tepërt në trupin tuaj mund të shkaktojë rritje të presionit të gjakut. Studimi kryer nga Carnegie Mellon University tregoi se kafeja stimulon rrahjet e shumta të zemrës dhe mund të shkaktojë problemet me frymëmarrje, të bën nervoz dhe të pa arsyeshëm. Një frymëmarrje jo e mirë mund të pengojë transmetimin e mirë të oksigjenit në tru, çka mund të dëmtojë procesin e frymëmarrjes. Kafeja e tepërt në organizmin tuaj mund të sjellë edhe probleme të pagjumësisë. Kafeja mund të paksojë me 6 orë kohën e gjumit dhe duhen 24 orë që substancat të largohen përfundimisht nga sistemi juaj. Mos pini asnjëherë kafe para se të flini, pasi mund të ndikojë negativisht në cilësinë tuaj të gjumit, citon studimi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.